Mirëmbrëma të gjithëve të dashur shqiptar, mirëmbrëma dashur fermer, ulu Frederik, ulu akoma s'kemi filluar. Jemi këtu në debatin e parë historik politik brenda në ferma VIP Dyshi, i drejtuar nga unë moderatori, hosti juaj debatit sot, Albano Fermziu. Kemi dy konkurrentët, dy kandidatët për që kryesojnë partitë, zotin Frederik Ndoci dhe zotin Ylli Dreshaj. Nuk ja u them dot se çfarë fitoni, prandaj jam kaq i rezervuar. Atëherë, ftoj me njerë, për respekt të postit që ka, zotin Ylli Dreshaj të mbaj fjalimin hapës, ke 1 minutë kohë. Filo. Qo, fjalimin hapës. Përshëndetje për... Qik mandi, jo mbret. Okej. Mos e zë moderatori. Okej. Përshëndetje për gjithë juve, kështu që si që këmë thonë edhe në fushat, ne së bashku do t'ja dalim për të mirën e fermës, edhe gjithashtu gjitha premtimet që unë i këmë dhanë për ju, pa dëshim që do t'i mbaj në bashkëpunim gjithmonë me agajnë që kemi mbrapa, kështu që nëse keni ndonjë mendim nga ana juaj që për m'ja plotësu nga ana ime, më tregoni. Unë ju rrim mbrapa gjitha fjaleve dhe premtimeve që ju këmë dhënë. Nuk kam diçka me shtu. Faleminderit. Zoti Frederik, 1 minutë kohë për ju fjalimi hapës. Koha fillon. Të dashur fansa fermer e fermere. Një kohë të shkurtër që na jepet mundësia në këtë mjedis që të ndryshojmë pagës jetët tona këtu dhe të marrë shqiptarëve duke i msha sa më shumë suksesis në fermën tonë sot, që nesër të bëhet moto për jetët jashtë, këtej të japim mësimin tonë, ato që kemi mësu këtu, të japim në ku të mundemi ne në për media edhe në terren. Unë do të zotojmë që disa nga ato që kemi në dorë ne, ti zbatojmë me sukses. Ndërsa të tjerat që kemi pika lutse për kryesin e qeverisë dhe të bëjmë lutje që sa më shumë nga këto pika të plotësohen. Kështu që jeta jonë, plus edhe humori jonë edhe hipokrizia jonë të jetë dhe në maksimum dhe të presim sa më pak koka me gjak të kush. Dhe 5 sekonda. Edhe me gjak të kush, atë gjaku reptil. Reptilat, post reptilat. Të lutem tani, hiqe cigaren se jemi transmetim live, në ndjekin miliarda shqiptar, edhe Korano verior. Edhe Kimit. Fala Kim. Përpara se të kalojmë në programet tuaja për kace, me që kishe një cigare në dorë, Frederik, do të pyetja e parë. Jo, pyetja e parë vjen për ty, sepse më bëri përshtypje cigare në dorë dhe pantallona që ke veshur. Çfarë mendon dhe çfarë ju premton elektoratit për legalizimin e kanabisit brenda në fermë? Është domosdoshmëri. Ulur, nuk ka nevojë. Në jetët tona kanë arritur në një pikë saqë të kuptojnë cilësinë dhe domosdoshmërinë e kanabisit në jetët tona. Sepse të gjitha gjërat që ka bërë i malli Zot i ka bërë me një qëllim. Është vetëm gjë që e ka ndaluar shtësia, kështu edhe federali e gjykata. Në vendin ton, kanabis njihet si drogë, po ka filluar kultivimi i kanabisit shëndetësor. Unë mendoj që në këtë mandat të ri ne të bëjmë që në fermën tonë të shtohet edhe një mbjellje e mundur e kanabisit. Unë di si ta kultivoj dhe di se sa me efikacitet do të dalë. Ndërpres pak sepse është një nga pika 11 e programit tuaj, që keni thënë, si kemi bërë gjeri më sot, aksidentet dhe lëndimet, akute shëndetësore, do t'i shërojmë me biomedicinë. Po. E keni pas fjalën për kanabisin konkretisht? Edhe për kanabis. Edhe për propozisin. Edhe për kanabisin. Pra jeni pro kanabisit. Po. Zoti Dresha, një pyetje për ju, cili është qëndrimi juaj ndaj legalizimit kanabisit brenda në fermë? Po, mas pari këtë kanabizin që pethu se s'pe kuptoj. Kanabisi, hashashin. Po, hashashin. Marijuana. Jo, unë nuk kish... Marijuanën po, e kuptoj, kështu që unë nuk kisha akon diçka që kisha mujt me rritë këtë pjesë, për ka shkak se... Jo, nuk është e thënë nuk është e thënë ta mbjellësh vetë. Po. A do i lutesh agaj ta legalizoj? Me legalizu. Ta legalizoj, ta bëj të lishme, që të pinë kush doj të pi. Jo me pive. Po pyes zotin Dreshaj. Jo, për mu nuk është diçka që kisha dash me legalizu. është diçka jam kundër asaj pjese, për shkak se rinia jo nuk ka nevojë me përdor asnjë gjanash. Një sekondë ju lutem, ju thash, grohorimat mbasi të mbarojnë fjalën, ju lutem, mos prishni debatin. Edhe ovacionet. Ju lutem, dhe ovacionet gjitha. Reagimet mbasi të mbarojnë fjalën, kandidatët. Po, zoti Dresha. Shkak se rinia jon ka nevojë me urrit mirë dhe jo me kanë ndikimin e gjanave narkotike ose edhe në gjana që nuk janë
të A legalizuar. mundën të kundër Jo, një sekundë, të lutem. Për shkak se çdo njeri ka drejtën e vet me bë se çka don, po unë nuk kisha dash me legalizu në fermën Pra, tonë. ju po thoni që çdo njeri ka të drejtë të bëjë çfarë të doj, por gjithashtu po ju mohoni të drejtën këtyre që bën për të bërë atë që duan. Jo, unë nuk kisha dash me legalizu këtë pjesë. Do me thënë je kundër legalizimit Mele. të kanabisit. Po? Kanabisi nuk ka si gjë kundër shëndetit njeriut. Po. Nëse gjithçka dhe vaj ullirit Në qoftë se nuk e tepron, ha? pra, nëse edhe vaj ullirit pinë me shumicë ose dhe mjalt, ti je overdose. Okej. Kurse, në kanabis është një diçka shumë e mirë, 100% për shëndetin e njeriut. Unë nuk kisha thonë. Kam një pyetje për ju, zoti Ndosaj, zoti Frederik. Go ahead. Pika e pare programit tuaj keni thënë zotoheni se sera do kenë kujdesin maksimal, do ndalem vonë dhe kjo, dhe e dyta që Dosa do bëj 10 dërkuc të vegjël. Në qoftë se Dosa nuk i bën 10 dërkuc, deri në çfarë pike i gati të vetë mohohesh të kontribosh në këtë drejtim që Unë do dal me nimat e mia të cilurave të mia që kam, edhe nga forcat si e do NATO-s. ndihmosh Dosën të pjelli. Unë kemi mjete rrethanore edhe unë do t'i kërkoj edhe zotnisje ka boj pari, të ma boj edhe herë për mu, ose të kërkoj klyshat e Dosës se kanë dalur, unë i kam pas, i kanë qenë disa më tepër, ato kanë dalur dikun dhe po kërkojnë për kanabis. Vetë ata, rritja e Dosës. Rritja e dosave, zogjve të derit, nga kanabisi nuk e kuptoni sa shpejt rritja dhe me çfarë mishit me shumë kuptim për shëndetin tonë. Zoti Dreshaj, tek një nga pikat e programit tuaj, që do gjej më një herë tash, te pika e parë fare e programit tuaj, ju premtoni që do luftoni për të patur harmoni mes fermerëve. Si mendoni ta realizoni këtë, duke qenë se sot, jo më larg se sot, ishit kryefermer dhe desh thirrëm Reneën që të shuante sherin që ndodhi në Drek. Po, unë nuk isha edhe prezent në atë sketch që ndodhi. Nuk ishe prezent? Jo, nuk ishe isha të mërësish prezent se të pash, dhe pastaj u qove i fole njërës prej zonjave që mori pjesë në sherë, zonjës Alba Pollozhani konkretisht. Po, që nga fillimi i skeqit unë nuk isha aty prezent, mandej isha aty dhe nuk e dita se si ndodhi. Nga fillimi i skeqit, fat, apo dëgjova nga bim, është quhet nga fillimi i sherit. Nga fillimi i sherit. Jo, po skeqit tonë ta ku bën me qesh. Po. Edhe unë kisha aty edhe mandej masi që shkova, pash që keni debat shumë i ashpër, sepse na jemi mësu këtë në firmën tonë gjatë gjithë kohës, si në mëngjes drek dhe darkë, gjatë orarit të ushqimit e kemi gjithmonë debatin kështu. Nuk kemi kohë tjetër. Mos kaloni aty se është një pikë tjetër programit tuaj. Thjesht po flas për harmoninë, jo për vaktet. Vaktet janë një pikë tjetër, kemi një pyetje tjetër pra. Po. Sa i përket harmonisë, do mundohem që harmoninë ta mbajmë gjithmonë në nivel. Si do mundohesh? Na thuaj konkretisht si? Duke biseduar me të gjithë. Duke biseduar me të gjithë? Ke menduar ndonjëherë ka njerëz që ndoshta nuk duan të bisedojnë? Po e komentuar dhe këtë pjesë. Po besoj që së bashku, padyshim që mendimet... Së bashku e ke fjalën unë dhe ti, apo... Jo, së bashku me gjithë fermerët. Okej. Duke pa që gjithë i kanë mendimet të lloj-llojshme, ajo është shumë e vërtetë që nuk mundem ja mbush mendimin gjithë secilit që ka më u bë kështu, po gjithmonë sa herë që ka me pas debate, duke u mundu me largu prej debateve, duke mundu me bisedu me ta personalisht, edhe me mbrojt harmoninë që duhet me pas. E kuptoj. Frederik, një sekundë, të lutem, jo, kalojmë pyetjen tjetër, nuk kemi kohë për replikë mas U thash, mos keni një sekundë. Disa sekundë. Kemi vetëm 3. Disa sekundë që të tregojmë, okay. Urdhër, vetëm shpejt. Duke pasur vetëm sloganin ton, mençuria e fakit është armiku i delirit. Më fal. Sa herë duhet ta përsëris që nuk duhet flisni kur është duke fol kandidati. Leni të mbytet, nuk mban mend logon e tij. Jo, maj mendon. Po nuk duhet të flas duke ti në debatin. Unë maj mend, po nuk e maj mend këtë veshë të zi. Pusho! Është korrupsioni. Jemi këtu live nga unë, Albano Fermziu, vazhdojmë tash. Po? Nuk isha pa ndonjëherë me të zeza këtu, prandaj më mesin fjalën në vetë. Pra, mallështia e fakirit është marzia e delirit. A kuptoj se më bëre mot fare. Ju lutem, restrain yourself from using the word shit. Përmbajni veten duke mos e përmendni. I never use the shitin. Merdin. Okej. Një pyetje për të dy kandidatët. Ju ishit pro legalizimit të kanabisit, ju ishit kundër. Jeni pro martesave LGBT në fermë? Do i legalizoni apo jo? Përdesa jam me Trumpin dhe ka ardhur një epokë e re. Ne i respektojmë jetët e tyre, por në punë të tyre jo në sheshe, dhe jo të legalizuara me jurisdikcion. E kuptoj. Nuk ka martesa jurisdikcion.
Jeta vazhdon në ferm, jeta vazhdon në ferm vetëm me një grua dhe një burr çift. Edhe me atë dashurinat me atë open relationship që kemi fillu këtu, kemi kryuar sa mjedisi, po do krejë mjedis aty. Edhe unë i bashkë Ju lutem, elektorat Andrea, mund të merreni pak me qenin të lutem? Okej, në rregull. Pa dyshim që edhe unë i bashkë gjithje mendimit të zotrit Ndoci, pa këtu në fermë, si që tha dhe ai, do t'jetë burrë dhe grua, kurse sa i përket jetës reale jashtë fermës, gjithë secili e ka drejtimin e vet, bojnë çfarë dojnë, po unë jam kundër. Këtu brenda fermës, jeni kundër legalizimit të martesave LGBT. Unë me Trumpin, asnjë mënyrë, asnjë jetë, as kërkon. Në qoftë se zoti Ndoci e keni seksuar disa herë që jeni me Trumpin, pse e vurët emrin e partisë dhe lëvizjes tuaj siç e keni vënë dhe nuk e vurët Make Fakiri Great Again? Nuk e vuna atë sepse edhe Trumpi fitoi 3 mandate, edhe pse erdhi nga mandati i dytë si fakir, fitoi prap mandatin e tretë. Okej, mandati që t'jemi të qartë është mandati dytë, po nejse. Jo, ai ka fituar dhe dytin, por ja vollën dhe erdhi si fakir në mandatin e tretë. Do me thënë, një sekond. Po. E bëra jo pa tendencë të pyetje, sepse desha të pyes. Trump nuk i njohu dhe u rebelua kundër rezultatit të zgjedhjeve që humbi. Ju nëse u mbisni, a do e njihni rezultatin e zgjedhjeve? Absolutisht yes. Do e njihni, do e pranoni sido që të jetë. Nëse u mbisni. Fermerët meritojnë qeverinë që u vjen. Bravo. Okej. Zoti Dresha, ju do e njihni rezultatin e zgjedhjeve dhe nëse u mbisni? Do e pranoni rezultatin e zgjedhjeve pa kontestuar, pa bërë protesta? Pa dyshim që po. Pa dyshim që po. Pa dyshim që po. Okej, në rregull. Unë ja voten. Nëse mendoni që bëhet pa drejtësi, ju janë vjedhur zgjedhjet. Jo. Nëse mendoni se Frederiku ka korruptuar një, më fal, dua të pyes elektoratin. Ka pasur shenja korrupsioni me cigare, me lehtësim punësh nga ana e kryefermerit me cigare, nga ana. Okej, me radh. Po, zonja Pollozhani. Nga Frederiku patjetër që ka pas shenja që para fushatës se i mësonte njerëzit se çfarë pyetje ti parashtroi gjatë fushatës. Fermerët. Ju lutem, dëgjoj. Ja ku janë të korrupsionuarit. Ata që kanë rënë pre. Do ju jap fjalën të gjithë me radhë. Kur jap fjalën dikujt, do flasi vetëm ai person. Ju lutem. Është debat politik serioz, nuk është tafti bafti, ë? Okej. Në rregull? Po zonja Pollozhani. Dhe po ka ndodhur situata që zotri Frederik. Okej, vazhdo. Frederiku ju ka korruptuar dhe çfarë ka bërë tjetër? Ka tentuar të më korrupsionoj me cigare, por nuk ja ka dalë sepse unë votën time nuk do ja jap. Nëse ka tentuar të korrupsionoj, nuk pas ka bërë krim, se korrupsionimi nuk është një krim. Por fakti që ai tenton dhe nuk e realizon, prap ekziston fakti që ai dëshiron të korrupsionoj të gjithë. Dhe një kandidat i cili tenton të korrupsionoj dhe i cili i harron edhe fjalët e veta, çfarë ngelet kur ai do të jetë në veprim? Me korrupsionimin, por jo me korruptimin. Okej, tani po më vjedh mua ti tash po. Po normal që kush do Andrea? Zoti Andrea, po? Çfarë për të thënë? Nuk ka pasur asnjë shenjë, të lutem, të flasë. Zoti Andrea. Nuk ka pasur asnjë shenjë. Kur fjap fjalën dikujt flet vetëm ai person. Nuk ka pasur asnjë tentativë nga ana e Frederikut dhe nga ana e Yllit. Dëgjoj, dëgjoj. Kujt jap fjalën, flet vetëm ai person. Fole ti. Korrupsionuar është ai. Si. Zoti Ferm, lutem të diroj. Nuk ka pasur asnjë lloj tentative si nga ana e Yllit dhe nga ana e Frederikut të ketë korrupsion, sepse ai e di shumë bukur që me korrupsion nuk hecet përpara ky vend. Kështu që nuk ka pasur asnjë lloj tentative. O zotri, me leje më zotri, o zotri. Me leje më zotri, ti them dy. O zotri. Po, Nena. Cek që prejacionës pol nuk ka pas tentativë në korrupsion. Te unë personalisht, cigare më ka jepë edhe ma herët, kështu që nuk është ajo. Jo, zotri, Nuk qëndran. Atëherë, unë ka kundërshtim për këtë që ka thonë zotria, se ky ka thonë, e ka thonë tek fleta se 90% e ka me realizu, e 10% tha e më takojnë mu tha në budget të zgjedhjeve. E ka thonë në këtu. Lektorat e ka thonë. Okej. A mundem një replik për personin fjalë? Jo, nuk ka replika nga elektorati, thot mendim. Nuk ka replika. A mund ta pranoj një rast? Po, zoti Sojli. Shkurt ju lutem. Ka pasur tentativa korrupsioni po apo jo? Deja me thonë, ka pasur në forma sporadike, por kanë qenë totalisht të izoluara, të paktën nga ana jonë e fushat në vjetër. Ka pasur nga ana zotit Ylli, nga zoti Dreshaj, çka ka bërë zoti na Dreshaj? ka ardhur te fakiri në mëngjes, na ka dhënë nga një paket nga xhepi vet.
Me thonë drejtën e kemi nuhatur me njerë që ka qenë për korrupsion, po duke qenë se jemi partia Fakirit, partia të drejtës, partia e Marianës, partia e, si ishte ajo tjetra, e dosave, e open relationship, i tham, faleminderit për ato, i morëm, i pim, po nuk u korruptuam, ne ja ku jemi, prap. Kam një shej korrupsionit. Faleminderit. Sekond, ju lutem, flasin gjithë me radhë. Hoti Zoti, Zoti Hoti. Keni diçka për të shtuar? Dakor me parimet e Frederikut, nuk kam asnjë gjë, do votoj për Frederikun. Mi ka plotsu kushtet. Po, zonja Sheu. Atëherë desha të thoja që partia jon Një sekond duhet. Dana, mos më do prit. Po. Partia jon duhet konsideruar sepse është një parti avangarde, mbi të gjitha. Dhe është një parti që funksionon në grup. Dhe për këtë, njerëzit duhet të kuptojnë që kush funksionon në grup me dashuri, me paqe, pa korrupsion, absolutisht është çështja e mendimit të lirë, duhet përgëzuar. Kaq kisha, faleminderit. Më fal një sekond. Më lind natyralisht pyetja. Në një nga pikat e programit ju thatë që do i kërkoni agajt një krevat të hapur, king size bed, po, full size. Për Po. Për 2 vjet shu. Po, e kuptoj. Për open relationships të Fakiri. Se ishit disa ditë të Fakiri, ti vet, zonja Sheu dhe zoti Sojli. Esterin po e heqim. Pse nuk e dhatë shembullin të parët? Ne Kemi qenë duke bërë programin e partisë. Do me thëmë, puna ju kemi pegoj qenë me laps në dorë. Po Me nga laps në qoni dorë prap, Me laps në dorë. Ti mendon që është hipokrite nga ana e Zotit që thot diçka, ka një premtim elektoral të cilin kishte mundësi ta vërtetonte vetë dhe nuk e vërtetoi? Po. Njësoj siç bëri me Armanin. Se ka qenë aty, edhe u dash me jep një provë, do më thonë për me di që dha gaj, për me bo një gjotë të tjilë. Të lutem, mos të rykur flet Po kandidat. ka mundësi. Jo, do të hapun. Po tash ma jep Albud. Po të hapun fjalën, po. Kështu që o dash me bo një Është dash me provë. bë. Po, mendon që dështoj. Mendon që nuk është i aftë mbaj premtimet që Kështu ka pas i gjon. E ka pas mundësin për me bo edhe nuk ka mujtë. Po. Unë me laps në dorë, tërë natën kam shkru. Ajo nuk është open relationship, ajo është the most solid relationship ever. Ma kam prejf disa herë. Marrëdhënie që krijojmë që 12 vjeç me veten. Ma kam prejf. Ma kam prejf disa herë. Ma kam prejf disa herë lapsin. Po është korrupsioni. Zoti Basta. PR-i i partisë së Yllit fillova të ndroj mendim për ato deklaratat që dha për kanabisin, të them drejtën. Edhe sot mora ca oferta shumë të mira për qeverinë e ardhshme nga Frederiku. Edhe bashkëpunim. Kështu që nuk e konsideroj si korrupsion, po si ofertë reale. madje dhe zoti Ylli do të votoj për Frederikun. Do të rish pa drejt vote. Se po më thonë nga regjia kush tet parat, i heqit e drejt e votës. Më bën përshtypje nga të dy kandidatët. Më bën përshtypje nga të dy kandidatët dhe nga ju këshilltarët e kujdo kandidat, si nuk i shkoi mendja asnjërit të kërkoni votat e diasporës, që në këtë rast janë të eliminuarit. Ti kërkoni të votat me post votoni data. Unë thash Jo, se ke thënë asnjë moment. një dorëgjitje për ato, për atë punë kisha. Dorëgjitje, votën. Po vota është indirekt, kur thuhet dorëgjitje. Ne kemi unë kam shkruar. Programin e kam të plot këtu dhe nuk përmendet asnjë. Për ndjekurit politik. Unë këtë kova si pyetje, ju se kishte program. E ka kërku nga unë Big Mama. Të ka të ty e kom kërku kush të ma realizon. Dhe asnjë nuk e ka shkruar. Po. Big Mama, ndjesh e lënë bazë dorën të rast. Po, shumë. A duhet vota juaj një abstenim? Po nuk e di, tash. Por vota është e fshehtë, pavarësisht se do bëjmë. Unë kam shkruar emrin gjithë këtu. Kemi laps për me shkru atë kërkesë që e ka Po, bërë. kës ka pas as laps, unë e kisha. Gjithë natën. Lapsin aty e ke pasur, tjetër gjë se ke përdorur. Me laps në dorë kam gjetë. Tani, Edhe Frederik, ke përtuar që do eliminosh njëshat në programin tuaj. Do ta lexoj në cilën pikë? Në tërë jetën time. Një sekond. Okej. Si do eliminosh njëshat duke qenë se është një shtëpi që thotë shtëpia e njëshit aty dhe është formula e tillë, Po, mirë. është kontrata që keni firmosur, është lëja në cilën merr pjesë javë për javë zgjidhet një kryefermer i ri i cili jeton te njëshi. Si do do i dalësh kundra gajt, do bësh revolucion, do bësh anarki, çfarë ka të përbashkët njëshat me njëshin? Jo, e ke fjalën për njëshat simbolikisht Ato që kalun. njëshin aty? Ata që kalun. Mendimet e kaluara, unë vetë isha njësh përpara. Pra ato që kisha përpara, ato pikësynime, ato gjërat pa qarta që kisha tek njëshi, unë i them poshtë atyre gjërave.
sepse kanë qenë ca gjërat të paqarta, edhe nuk i kam studiuar mirë, edhe rrethanat më qishe i pari, gjithmonë i pari, edhe vetë flejohet për këtë. Prandaj, deshe me thonë, një diçka ekstra, si s'mutala pa thonë, sot me ka dasht Alba me korruptu më ka dhënë një paketë cigare. E kuptoj. Çfarë mendoni për këtë zotin Doksi? Përderisa ka Apo qenë mendon që këto zgjedhje janë temt, janë gjatë të shitura sepse Frederiku po jep cigare njerëzve? Ma ka dhënë e mu. Po japin brapa. Patyshim që i ka pasur disa njerëz që ka biseduar mas asaj. Po. Mendon që me gjithë të korrupsion? Alkazal! Do të ishte drejt në votës të betojmë për familje. Në një farë mënyrë po. Për shkak se edhe njëshat nuk besoj që duhet me u heq për shkak se ka qenë i pari, e normalisht edhe e ka hap atë rrugtimin e gjithë kryefermerit këtu. Kështu që nuk besoj që do të më konë diçka për me heq. Qartë. Ke thënë në programin tënd zoti Dreshaj që fjala dhe vendimet e çdo fermeri për të mirën e fermës do jenë kryefjale e mandatit tuaj. Fjala duhet kryefjalë. Gjë që nuk bën shumë sens, se fjala është fjalë, kryefjala është kryefjalë, por ku e di ti të mirën e fermës që do thonë këta? Sepse dikush mund të çojë të thotë, hajde ti vëm zjarrin fermës se është ftohtë. Dhe ti mund duket për momentin normale. Ajo nuk është për të mirën e fermës. Kështu që nëse vendos dikush mja fut zjarrin kësaj ferme të cilin jemi të ndërtu çdo ditë më shumë së bashku. Po ndërtoni fermën? Jo, jemi të ndërtu çdo ditë, për shembull çdo bim është duke ndërtu, po mirëmbajmë. Po, faleminderit shumë për atje. Edhe kështu që padyshim që na duhet çdo fjalë e mirë e gjithë secilit për të mirën e fermës, ka më konë gjithmonë që kom jep drejtën e gjithë secilit për me thonë atë që e mendon, mandej unë jam ai që akceptoj. A mund ta hedhësh pak zërin të dëgjojnë, nuk do votoj njëri nga jashtë. Nuk do votojnë shqiptarët. Shqiptarët do votojnë për një gjë tjetër. 2 ditë mbas jush. Do votojnë këta këtu. Folju këtyre. Nëse gjithsesi. Tani, një pikë tjetër të mandatit tuaj, thoni që do i bëni të gjithë fermerët, do të bësh një shpërndarje punësh që të gjithë fermerët të kenë mundësi të njohin çdo zonë të fermës. Më fal, përveç nenet që është e re dhe ndoshta nuk i di gjitha. A ka ndonjë fermer këtu të çojë dorën që nuk di një pikë vetë të fermës? Jo. Nur, po? Po, unë se di ku s'ka kamera. Okej, a s'është pjesë e fermës? Jo, pjesë e fermës. Ku s'ka kamera nuk është pjesë e fermës. Është e ndaluar të shkosh aty ku s'ka kamera. Ka? Kamera nuk ka vetëm jashtë gardeve dhe jashtë territorit rrethues së fermës. Normal. Dhe është tmerrsisht e ndaluar. Çfarë është kjo? Pse ma bëre kështu? Se kjo e din, kena ka thonë që i din krejt. Kush? Kjo që përtet... Alba! Që vëton korrupcioni! Po flas... Nuk mbaj përgjithësi unë që ju bini pre e provokimeve. A ka mundësi mos flasi njëri pa i dhënë fjalën, ju lutem. Pra Nur, a di ndonjë zonë vërtet që nuk ka kamera përveç haludimeve të fermerëve të tjerë? Që kom një une? Jo, zoti Dreshaj ka thënë... Unë kom një që s'ka kamera atje, që kom një këto fjallë. Ku atje? Ku është atje? Te ura. Te ura. Te ura nuk ka kamera? Jo, te ura. Se gjysma e fermerëve janë futur tekstualisht nga ura. Ditën e parë që keni ardhur. Si s'ka kamera. Me çfarë kanë filmuar? Me elektrik dore apo me kronometër? Edhe çka kom një po folje tek ne kapishat. Po pse nuk mendesh me çaket pa, po mendesh me çakeni? Po jam shku. Bravo zoti Fermtiu. Okej. Am themi ta dha mendimin, e thash mendimin. Bravo. Mendime pa argumente. Jo, bravo Alkazal. Qetësi. Zoti Dreshaj, një nga pikat e programit tuaj keni thënë që nuk do lejoni debatet gjatë vakteve, mëngjesit, drekës dhe darkës. Çfarë masash konkrete do marrësh? Si do bësh, do lydesh gojën se nuk kanë si hana shumë, pastaj koca ti ulesh për të ngrënë. Jo. Unë e kom thonë që... Jo, okej, fol që për ata, Unë e kom thonë që gjatë gjithë kohës, kur jemi si në mëngjes, drekë dhe darkë, gjatë asaj kohë kemi mund gjithë së bashku, jo në veçanti pa ndonjë që është jashtë ose brenda, kemi mund të gjithë së bashku. Dhe unë e kom thonë që asnjë debat nuk ka më kriju gjatë asaj kohë, padyshim që nga ana gjithë dhe mundet më kriju ajo, po në bashkëpunim me Agajin, me gjithë secilin me bisedu dhe personalisht me bisedu me gjithë secilin për të mirën e gjithë neve. A mendon vërtet që të gjithë Minutazhi, po kaloni shumë... Po, në rregull, djathtas. A mendon, këte ish majtas në fakt, ose jo, për mu. Për mu. A mendon që të gjithë janë të gatshëm të flasin me ty për të zgjedhur një
të mirë të përbashkët? Patyshim që kur jam kryetar, nëse do jem kryetar. Nëse zgjidhesh. Po, nëse Po zgjidhesh. nuk mendon duhet ta kishte filluar këtë punë pa u zgjedhur, të filloj të flisje një nga një me radhë të gjithë për mbarvajtje, ndoshta do ishte më mirë. Po, dhe kjo është. Dhe të kishe marrë më shumë. Po, dhe kjo është. Faleminderit. Po pse se bëre? Ke mundësinë ta bësh tash. Po t'jap 1 minutë kohë dhe do jap te Frederikut 1 minutë kohë. Folju për të mirën e përbashkët të gjithëve. Fol. Për të mirën e përbashkët. Okej. Gjatë vakteve që mos të bëhet sherr domethënë. Të paktën bukën tani rahat ju vjen në bark. Po. Si që kom thonë edhe në pëmtimin tem që kom dhonë, gjithë se cili kemi mullë së bashku, pa ndonjërin që ka me qenë tualet ose jashtë, kemi mullë gjithë bashkë. Buka ka mështru për gjithë njëjtë, nuk kanë me marrë gjithë se cili merë për vete. Ka 1 minutë kohë, vazhdoni. Kemi me bised, nëse ka me pas ndonjë debat, ai person që e bën debatin, ose që e krijon debatin gjatë kohës së ushqimit, ko me marrë me bisedu me to, edhe që mi të regu që për të mirën e gjithë neve, du të me pas qëtësi gjatë kohës së ushqimit. Në qoftë se ndonjëri nuk ka me akceptuat pjesë, do e marrim, do e lidhim dhe do e nxjerrim jashtë nga ferma, okay? Do mundohem që të bisedoj me Agajn me marrë ndonjë vendim ai. Okej. Bravo! Fakiri! Fakiri! Zoti Ndoci, e një ta pyetje për ju? Si mund të mendojnë fermerët për shembull se në jetët tona më shumë flitet se hahet. Apo jo? Ajo porcioni i kohës ku ne ham është shumë më i vogël se sa debatet ose mendimet e lira. Unë jam munduar gjithmonë të shuaj debatin me një lloj humorit, me një lloj groteskut, ose në fund edhe duke ja fut grush në njënit me mend, a din? Me mend gjithmonë. Por megjithatë këtu nuk është se ne do jemi hipokrit sa të mendojmë që do t'jemi të dashur me njëri tjetrin, sepse dashuria jonë hipokrite ka formën e vet të lulëzimit edhe këtu. Pra ti mendon që dashuria këtu është hipokrite? Po, do po thua pak a shumë për gjithë elektoratin që do votoj për ty. Komplet, sepse këto din shumë mirë se këtu brenda është hipokrizi, kush e jarë do jetë vllazëri pafund edhe lot edhe kur t'jemi larg njëri tjetrit. Me që më kujtove lotët, Zoti Ndoci, tek një nga pikat e programit tuaj, nëse doni ja u citoj, po ju e dini. Keni thënë që do zotoheni që do i qani të gjithë të eliminuarit me OI. Kam disa pyetje rrjesh për ju. Me OI nga të gjitha treva. Po, do bëni prova për këto OI, kë do ftoni të grupi i vajtonjësve dhe më thoni 3 personat më adekuat që qajnë me OI që mendoni t'i keni të grupi qajës dhe eliminimit. Nëse kam në grupin tim do kem nderin të kem Big Mamën, Elinaren dhe Nenën, me siguri këto do të sjellin të gjitha trevat tona të OI-s. Okej. Po pse përjashtove Esterin, për shembull, kishte një OI nga gjysmë nga Korça. E la për rezervë, si marrë zonën njëjtë, e kam rezervat, është në grupin e punës. Në rregull. Ministria I kënaq me minutazhin, do t'jap dhe një pyetje tjetër nga programi yt, pastaj do kthehemi te ju Zoti Dreshaj. Kjo ka të bëjë me gjithë elektoratin, kështu që jeni gjithë vëmendshëm, ju lutem, dua vëmendjen tuaj maksimale. Në një nga pikat e programit ke thënë që do zhdukësh analfabetizmin dhe do të zerosh diplomat e blera me dollar. Të lutem, një sekond, të lutem. Kush është analfabet dhe kush mendon që ka diploma të blera nga elektorati juaj? Gjithmonë ai që flet shumë dhe përdor terminologji që është e pakuptueshme në gjuhën tonë shqipe, unë mund ta fus thjesht në një lloj analfabetizmi transparent. Më thoni Po është diktatura. Ajo që foli tani për shembull, nuk e kupton themin. Mikrofonin. Ajo që foli tash ti direkt për shembull që tha një term. Po mund të më thoni një emër tjetër përveç asaj? Do bëni një ligj për një person? Po kam edhe kandidatin përballë, që është i çikë. Ju mendoni që Zoti Dresha e ka marrë diplomën me lek? Jo, nuk e ka marrë me lek, po ai është i gatshëm ta marrë. Po është diktaturë. To janë unë nuk. Çfarë mendoni ju për të? Po nuk e di pse ky përderisa flet për elektoralin e vet, këto janë disa ofendime që i bën ndaj tyre, se analfabetizmi. Ata revoltojnë këto ofendime që po të kryen drejt për së drejti? Jo, as pak. Jo, sepse e di kush jam, këto janë realitet. Lutem. Sa i përket analfabetizmit në fermën tonë nuk ekziston analfabetizmi. Është diçka që vetëm janë disa aludime të kandidatit në fjalë, sepse gjithë jemi ardhur për profesionin dhe për dinjitetin e vet që e kemi. Nuk besoj që kemi analfabetizëm këtu në mesin tonë. E kuptoj. Zoti Dreshaj, ju keni premtuar që do bëni të enjten argëtuese, e cila do ketë humor, kërcim, valle, këngë. E dini që duhet
bashkëpunimi i disa fermerëve që nga kuptimi im nuk është se ju ka ndaj shumë qef. Nisur nga Frederiko që keni rival politik. E kupton që duhet bashkëpunimi gjithë tyre që t'i realizoni këto të enjtet argëtuese? Po, pa dyshim që... A keni folur me artistat në fjalë? Dhe janë gati t'ju ndihmojnë? Nuk është që kemi fol. Nuk është që keni fol, thjesht a mendson ju që do të suportojnë no matter what? Pa dyshim që është për të mirën e gjithë neve, si e ajtja, si është... Më falë, stop, një sekundë dhe rikthehemi prapë. Marrim gjithë në radhë artistat. Fillojmë nga Andueli. Anduela, e gatshëm të bashkëpunosh me zotin Dreshaj në rast sa i zgjidhet kryetar për të organizuar të enjtet festive? Unë i kam bërë një kërkesë, zotërit kandidat Dreshe kam thonë, nëse nga buxheti juaj, sa do ndahen për artistat dhe për ata që do kontribuojnë... Të lutem, mund t'i përgjigjesh pyetjes time, të lutem. Po, unë nuk jam i gatshëm. Okej. Big Mama, jeni gatshëm të bashkëpunoni me zotin Dreshaj për të enjtet? Okej, varet nga kushtet, varet nga pagesat. Zoti Sojli? Unë nuk jam artist, me thonë drejtën, unë jam punëtor në fe. Je i gatshëm të bashkëpunosh apo jo? Në rast sa i fiton. Po pa tjetër, qofse ai do jeni gatshëm të më paguaj, sigurisht. Zonja Sheu. Unë nuk e trastoj dot partin kryetarin. Po në rast se fiton ai dhe kjo është për të mirën e gjithëve. Nëse më kërkon një mendim, mund të ja, patjetër. Po të thoj nëse thot hajde këndo? Jo vetëm mendim. Do ta shikoj patjetër. Okej. Zoti Basta? Patjetër. Patjetër, mbështesni. Zonja Ester? Do ta mendoj. Se nuk më... Së të del shpirti nga Frederiku? Po. Statusi. Nuk e trastoj do të partin time. Po, pyetje nga elektorati? Doj festa dhe barbecue të shtunave, si që ai ka para thëmë për para. Të shtunave ka thëmë për barbecue. Po flasim për të enjtet, që është mbrëmja e të qeshurave, këngës dhe vallës. Kur të kalojmë të shtuna, duat të bëj një pyetje. Okej, kur të kalojmë të shtuna, do të kujtoj. Me shumë mundësi do kalojmë kur tash, me që ma bëre kështu. More gjysmore kohë, gjysmore. Unë po flas për të enjtet, flas për të shtunën. Zoti i madh, Kristoj Panaia. Okej. Mos ndoshta ke menduar ndonjëherë, zoti Dreshaj, që ka zgjidhje më të thjeshta për të shuar debatet gjatë drekës, të tipit përpara drekës, ju bëft mirë gjithëve dhe i shara ai që flet. Jo, se po mendu këta. Pse? Ndoshta është më efektive se i vënë në sedër e flasin, do të pritet vëllai. Po pse jo, unë jam i hapur për gjona e për mendime tjerëve, kështu që është një mendim shumë i mirë që ndoshta edhe ja praktikoj. Me kënë që nuk i kam e shumë kohë për praktik, unë i kam shra gjithmonë me mend. I ke shra gjithmonë me mend? Me mend, po. Dëgjoni, zotin Ndoci ju ka shar gjithmonë me mend se keni bërë debate gjatë vakteve. Edhe jam çuar për tavolinet, e kam thënë bukur shama dukat, prandaj ju e keni çam me mend për me. E kuptoj. A mirë edhe mua nëse ma ka bërë. Atëherë. Mund të na thoni një nga këto këngët me OI që keni përgatitur për të eliminuarit? Po. Për shembull eliminohet Frederiku. Po. Ë? Po. Qohet Elinara dhe vazhdat këngë që të kam thonë. O eliminohen më uji. Po ku vajte më kryte se në le Vazhdo. Një rast. Kaq. Pastaj vazhdojmë variantën e dytë, nëna nga zonat tona nga Veriut. Po, çoj një igo tu i nenës, lutem. Shuqajmë nga Veriut. Huj, me huj. What the fuck is going on? Elinara, qa ishte ajo që bërë? Ishte pa përgatitur, pa prova. Në një nga pikat e programit tuaj, keni thënë, keni garantuar, jeni zotruar që do garantoni marrëveshjen dhe mbarvajtjen me opinionistët. Sipas ZKZ dhe ZKZXH, që janë zëvendës komisioneri zgjedhor Castro Zizo dhe zëvendës komisioneri zgjedhore Zhaku Gjata, ti je një nga ata që i ke respektuar më pak. Mos është ky një mashtrim elektoral? Po Se zotojeni të bëni një gjë, të bëni diçka që se keni bërë kur. Apo keni reflektuar ndoshta edhe vetë. Gjatë një programit, një platforme në programin... Apo ndoshta keni reflektuar edhe... Në gjatë një platforme, ti mund të kesh edhe pikat pa qarta para se të krijoj një platformë. Me krijimin e platformës ti mendon që është një domosdoshmëri që edhe kryetarët e kodit zgjedhor dhe komisionit zgjedhor të kenë atë parasysh që mos të diktojnë pjesën e errët tonën dhe ta nxjerrin çorapin për smrapshit, sepse ata kanë mundësi me na lënë çorapin aty jashtë.
E kuptoj. Pra dhe E njëjta pyetje për ju. Po, nuk besoj që kisha mundu me i korruptu, sepse ata e kanë... Me i korruptu? Po. Jo, a dëshiron barvajtje në opinionistët? Në qoftë se opinionisti, të lutem elektorati që nuk votoni, qetësi. Hajde, se shveqim do të as drejt në votës. Me opinionistët. A dëshiron barvajtje? A do i respektoni, zotoni të i respektoni opinionet e tyre? Pa dyshim që do i respektoj opinionet e tyre kur i kanë me drejt. Edhe vendos ti kur i kanë me drejt e kur i kanë me të shtruar. Po jo, nuk është që unë e vendosi, po pa dyshim që na e dim se çka bojmë. Këto e dim se si krijojmë situatat, ndoshta edhe persona... E dini që opinioni është subjektiv dhe relativ. Nuk është objektiv dhe i padiskutueshëm. Ata apin një opinion subjektiv dhe relativ, sipas këndvështrimit të tyre. Po, atëherë do e shoh nëse është relevante për mua dhe nëse është për të mirën, flas për veten. Nëse është relevante për ty? Më fal. Sa po tha fjalën relevante dhe ti e quajt analfabet. Come on now. I can't support it. I can't support it. Nëse e shoh që është relevante edhe nëse është... Relevant, nuk e di që është relevant. Jo, vetëm për nësi popull, nësi fermer nuk e di. Do me thënë në qoftë se ka lidhje. Po e kërkova nga i. Pas spjegoj ndëruar. Ti që keni kamalet, zotrin, falë ti keni kamalet i zotris, kërkon gjithë. Që do mundohem edhe në sesion shumë relevante, edhe në sesion shumë relevante përderisa jem në fermë, të mundohem që të marrim parasysh. Keni premtuar që do organizoni aktivitete sportive për fermerët. Po. Ju ftoj përballë elektoratit të bënin 100 pompa të rregoni sa sportiv jeni. 100. Po, 30. Nuk kisha thonë që më mirë. Atëre si mund të bësh një program sportiv kur je kaq antisportiv? Kurse mund vend me luçha. Programe sportive unë e kisha bërë për gjithë secilin sport e pëlqejnë ata. Padyshim. Këta mund të thonë pëlqejmë notin, ku do notojnë? E kemi edhe këtu. E ke parë sa thellësh, atë quan noti, po të lagër këmbët. Po pse jo, e provojmë. E kemi edhe këtu, ku kemi edhe peshqit, e provojmë. Disa ndoshta edhe nuk dinë me bonat dhe e mësoj notin këtu në fermën tonë. Unë jam një pikë jam dakord. Jam dakord një pikë me atë që thotë. Për shembull, shahu është një sport i rëndë, do në ushqim, po do në edhe atë që thamë ne mallështia e fakirit. Është armiku i Delienit. Le të ecim përpara, mos të bëhemi si politikanët e rëndomt ballkanik. Më thuaj. Unë jam amerikan. Po, më thuaj pikën më të fortë të kundërshtarit tënd. Që vërtet e vlerëson, nga ana njerëzore, nga ana e lojës të gjitha. Gjatësia e shtatit. Vërtet kjo është më mira që mund të bësh? Frederik Ndoci ke 50 vjet që këndon, që je artist i një vit Shqipëria. Kjo është gjë më e mirë që mund të bësh. Thjesht një lojë në fund është një debat gazmor. Nuk mund të thuash diçka më të mirë për kundërshtarin, kaq. Ka gjitha gjanat, po ka gjatësinë, domethënë i them merre një tjegull. Kollaja, kupton? Jo, nuk ka rrojë. Cila është gjëja më e mirë që mund të thuash për kundërshtarin? Komplimenti më i madh që mund t'i bësh. Si nga ana njerëzore, nga ana karakteriale, çdo gjë. Po. Për sa e njoh këtu, është një njeri me ambicie të mëdha. Me ambicie? Me ambicie, po. Është i përkushtueshëm. Për ato se çka e mendon edhe thot. Edhe kaq. Po. Mendon që Frederiku ka ambicie akoma? Mendoj që ka ambicie. 20 herë platinium në Shqipëri, domethënë Nga 35 tituj në përbot. Nuk jem ka flasë në për profesionin. Dhe ka dhe një këmë në Mars, Kanë qua da, pa leni. Unë jem të full për këtu. Nuk jem të full për ambicet jashtë se që i ka. Më duket se nuk më kuptuar të dy. Nga ana njerëzore. Nga ana njerëzore. Qa ka? Qetësi. Nga ana njerëzore. Për shumë mund të thoshe, mendoj unë, që më duket vërtet një burr babaxhan dhe dashamirës pavarësisht se si ka vendosur ta zgjidhë lojën, në cilësi më duket një njeri shumë babaxhan. Ky është një këngëtar shumë i njohur, domethënë është punë në Shqipëri, siç e thashë. Nëse nuk është unë po e nga ana njerëzore them le karrierën, s'ka rëndsi karriera. Nga ana njerëzore është një njeri shumë i edukuar, i matur në ato se çfarë dhe nuk është që kemi natë për politikën që kemi së bashku. E kuptoj. Nëse fiton ja uroj më të mirën. Po t'jap mundësinë edhe një herë, seriozisht, të thuash diçka të mirë nga ana njerëzore për Yllin. Atëherë, sigurisht që në ditët e para ka pa një njeri shumë edukuar, edhe i kam lëvdu në sy të tij, prindët e tij, se i kanë edukuar një djalë kaq mirë. Sigurisht.
pavarësisht se zhvillimit të tij. Le këtu, ç'se le këtu. Po, jo, pavarësisht se ka ca gjëra që nuk i quaj të qëndësishme, që ai t'i shfaqi, por ka gjëra shumë pozitive në jetën e vet. Është i vetë mohueshëm, ka arrit deri aty në një moment që më tha aty loj gishtat e konve, thash, jo. Po. Thash, dej këtu mos më rri, thash, qofsh me jetë, pas baba me jetë, e nana me jetë. Zoti ndosi një pyetje për ju që është shumë e rëndësishme. Është e vërtetë ja? Po. Kush është? Jo, duhet një duart orkidje për të dy se dhe Ylli u tregua dhe zoti Dresha u tregua shumë i për shpirt dhe Frederiku më në fund do të. Realiteti është ky. Ha? Humor. Demokracia që duam. Kjo është këto janë zgjedhjet që duam. Bile, pra. A ka mundësi të lutem? A ka mundësi të vazhdojmë? Ja, vetë do jap 4 sekondë. 4 sekondë. 1, 2. Edhe nëse unë fitoj, unë do bëj një bashkëqeverisje me te, sepse kështu është e drejta jonë. Faleminderit. Po ti në qoftë se fiton, do bësh bashkëqeverisje me Frederikun? Padyshim që po, se jemi së bashku gjithë këto. Në qoftë se fiton. Kush të duket më i forti për ta vënë ministrat të brendshëm të ruaj rendin në fermë? Ministrin e brendshëm. Ministri i brendshëm është më i fortë. Unë e kam vendosur gjatë. Po. Do i pyes dhe juve. Ministrit e brendshëm do i kisha bë kandidatin. Frederikun? Po. Për shkak se ka eksperiencë. Me mlon mbrand, tërkohën. Jo, ka eksperiencë pak më të madhe. Me mlon mbrand vjetin. Kështu që edhe mendoj që është adekuat për ato që mendoj. Kë do kishit vënë ju ministër të brendshëm? Si më i forti që të mbaj qetësinë kur bën shef. Më i forti deri tash kam rezoluar se është Big Basa. Okej. Se ka lidhje me marsianët, me UFO-t, me të tërë lotët plus Matrix. Matrix. Jep ja votën, jep ja. Do na çdoj me lazera nga qielli. Kë do vendosnit ministër të ekonomisë? Kush mendon që është më ekonomiqar i zotit Dreshaj? Unë e kisha marrë Andren për ministër të ekonomisë. E kuptoj. Po. E kisha marrë, nëse kisha fitu. Të lutem, kujdes mikrofonin. Ndërsa unë kam dy zëvendësministra bashkë, që të bëjnë një ministër. Big Mama, po edhe Limi kanë qenë gjithmonë, ne kemi bërë hartime të jashtëzakonshme për ekonominë tonë, edhe në kushtet kur kemi qenë në krizë të madhe monetare. I can't help myself, nuk e ndihmoj dot veten sesa nuk ri dot pa reaguar. I recognize. Po flas për gjithë shqiptarët, nuk ri dot pa reaguar midis shikimit që bërën sy me sy dy këshilltarët e tu më të afërt, Erandi dhe Elinara, që i le pa ministri. Jo, ato do të jenë po shive që në sy dhe po thoshin what the fuck is going on? I bëm gjithë programin e ndihmuam në formë asgjë. Të s'më pyete për çka kam menduar. Do të pyes atëherë për diçka tjetër. Kush mendon që është gruaja, goca, femra më e mirë në fermë? Edhe njerë, kush mendon që është gruaja, goca, femra më e mirë në fermë? Goca dhe gruaja më mirë në fermë, se do të më vi rasti që ndoshta. Edhe njerë për përsëris, kush mendon që është goca? Po pse më bëni mua pyetje më të vështirë në botë? Femra më e mirë në fermë. Që është goca. Goca, gruaja ose femra? Do me thë femra, nga gjinia femërore. Kush mendon që është më e mira në fermë? Më e mira është Ester. Për të kaluar një natë me të. Më falë, Ester? Ja, këtu, ja. Ishte në fund kjo pyetja. Po, e shtova në fund. Lutem shumë tani. I qëndron përgjigjes, më falë. I qëndron përgjigjes. Për të kaluar një natë me të qafjanë, arrova... A di pse si qëndroj? Arrova pjesë e fundit. A di pse nuk i qëndroj? Se nuk kam qef vetëm i natë. Nuk kam qef vetëm i natë. Nuk kam qef vetëm i natë. Nuk të shua. Faleminderit zoti kryetar, të dua shumë. Ba. Po. Zoti Dreshaj? Unë s'kam kohë me mendu shumë, kështu që unë e vendosi Nura Al-Kazal. Okej. Bravo, Nura. Tani, teorikisht, dhe kur them teorikisht, djeni që është about to happen, është gati për të ndodhur shumë shpejt. Agaj ju jep një ditë që quhet Bikini Day. Dhe njëri nga fituesin, qoftë se fiton ti ose do përgjigjeni të dy sikur i keni fituar zgjedhjet. Do filloj me Frederikun prej moshës. Po. Ju jep mundësinë e Bikini Day. Bikini Day është kjo, që punët, të gjitha punët në shtëpi, përveç punëve në stall, do të bëhen me bikini. Do të mosh Një sekond.
Cilat nga gjinit do kështë zgjedhur që të rinë me bikini, meshkujt apo femrat? A përfshihet edhe kundërshtari? Përfshihet e meshkujt. Atëherë mashkujt. Dhe shikoj me bikini? Gjithë. Dhe shikoj Big Basta dhe Rani dhe Linin dhe Shqipëria të zhveshur. Jo, unë jam fanatik. Unë jam konservativ, jam fanatik. Duhet të zhvishesh e vetë. Patjetër, unë i parë. E njëta pyetje për zotin Dreshaj. Jam konservativ dhe kam qef që femrat tona qetësi. Ti ruaj nga aja të zhëja. Qa po ndodhi, lutem, ta bëjmë të debat si njerëz apo ta... Do me Lini ta mbaroj, apo të qojmë të iki? Një sekund, zotin Dreshaj. Në Bikini Day, cilën gjini do kështë zjedhë të rrinë me bikini të bënde gjithë? Të rrinë me bikini? Po. Qanë bikini tje? Jo se di ty. Për zotë kam premen? Dhe gjuk, shtë si fjallë. Sa i përket me bikini me i kryj punët, nuk besaj që është e hishme për synin që meshkujt me bo. Nuk që kjo pyetja, zotit Dreshaj, të lutem. Përgjigju për parë se si qëlloj me dosin që ty. Femrat, shqyr sa njëri femrat. Qësh kjo? Kjo që të shojmë e randin me bikini tash. Femrat mërë burë që shkjim ma bet. Po ne i shojmë. Ne i shojmë. Po, zotit Sojli, kishit një remark për të bërë, më duket. Po i thotë të gjitha gjërat pa u konsultuar me stafin, e kupton? Në debat nuk ka konsulta. Debati politik është debat Trump versus Biden, do me thënë, se të thash njëri Trump. Jo, po s'mund t'jetë Bideni me femrat dhe Trumpi me meshkujt, e kupton? Jo, a i tha nga që jam konservator, nëzirë meshkujt, tha. Shfaqe gjysëm nga policie. Ja, po ta fitini meshkujt, tashi. Tashi, po, ja, po ka bon, tashi, ke rjedhur. Kam edhe kuriozet për limin. Se në gjithë tjetër ka pa konflikte mashkush për një femen. Të bon konflikte femnash për një mashkull. Po ti mund të thresësh në zyrë limin edhe ta tregoj limin si janë. Kjo mu du kërësisht irelevante, nese. Irelevante për ju se kupton. Do me thëmë pa lidhje, parëzishme. Atere, ky është momenti Q&A, question and answer. Pyetje nga publiku, do filloj me radhë dhe moderoju. Në regull, dakord. Një pyetje për zotin Dreshaj nga Andrea. Deri tani? Jo, në përgjithësi, një pyetje që ke pas në mendje do t'ja bësh. Po, e kam pasur një pyetje sepse para se të dëgjonim vetëm pyetëm shkurt. Po, okay. Dje thatë në prezantimin e platformës tuaj, thatë që të shtunën do bëni barbecue. Nëse ne buxhetin e kemi fitojmë të hanën me 15-20%, që aty ka buxhet vetëm për kafe e për ndaj paqet hapur cigaresh. Si do ta bëni ju dhe si do ta organizojeni ju barbecue pa mish? Do organizoj barbecue-n vetëm me mish, pa cigarë dhe pa gjitha gjona tjera, që ta shohim reagime se si do i kemi në. Pa tjetër, zotit Dreshaj, por në 10-20% ka vaj, makaronë, miell. Po do i eliminoj gjitha këto dhe duke bërë vetëm mish. Duke hangër vetëm i ditë. Do më thënë se të mendosh, të lutem më fal, të mendosh na herë deri të shtunën janë 6 ditë. Andrea, të lutem, tham një pyetje. Jo, po thjesht po shqyrtoj atë që thash, që na herë të shtunën janë 6 ditë dhe mendohet se të mbaruar. Bëj pyetjen të plot dhe mos fol më pastaj t'japi përgjigjen. Tani një pyetje për zotin Doci, Andrea. Për zotin Doci. Cilat janë burimet tuaja njerëzore për të zbatuar këtë platformë kaq? Sigurisht që këtu çdo pjesëtar i kësaj ferme ka, domethënë, dijen ose arsyet për dije si fermer, kur ka ditën e parë ka nga njëshit tek 100, 7-8. Kurse këtu kemi pas 2-3 specialistë të fushës që kanë njohur pothuajse 85 e nap. Ne kemi shfrytzuar të këtë kohë me këto persona, edhe këto na kanë plotësuar dituritë tona, dhe duke kjo nuk ka nevojë tjetër në gjithë secili këto është kthyer në një fermer pak a shumë. Okej. Kjo është aftësi. Zonja Sheu, një pyetje për të dy, zonja Sheu. Urdhëroni. E mori ta dha përgjigjen. Ajo që përgjigje e ti është evazive dhe jo kuptim plot. Dëgjoni përgjigje dhe vendosni për këtë votoni pastaj. Bravo Zoti. Ai po i shmang pyetjes. Për tu parë, po. Zonja Sheu. Zonja Sheu. Po unë pak a shumë ja bëra zoti. Po mund t'ja bësh një taksirate ke, ha. Po. Programi i tij është tepër klishe. Kjo është pyetje, kjo është deklaratë. Ke ndonjë pyetje? Pse duhet të besojmë që ky do sjellë ndryshim? Pse duhet të besoj Linari që do sjellësh ndryshim? Shkurt, sakt, qakt, pastër, pa gabime. Po, pse dosh me besu që ka me kriju ndryshim... Po, kjo që pyetja, përgjigjen duam. Po,
Ndryshimin do e bojmë për gjithë ne, për shkak se nuk është që une e komendu që çka do që une e bëj është ndryshim për gjithë secilin. Ndoshta unë mendoj një ndryshim. Qartë, një pyetje për zotin Ndoci se nuk e kuptoj. Zoti kryetar, desi fakir që të dhamë tër ato mund djers dhe... Se na lat pa ministri, se na lat pa post. Ju kam premtuar edhe nuk ju harro kur atë premtim që kam marrë për ju, unë të gjitha dëshirat e mia e kam që ju të dy të jeni në postet më të larta. Po ta do t'ja vet parit ati, titull? Ja kësajnë. Okej, ju zgjidhni po se kujt ja pus. Kujtë, kuptoni për këtë do votoni, dua ja të parit ati thot. Po, Nena. A kemi punësu? Për kë pyetjen? Për ylli. Është për zotin Ndoci. Po, për zotin Ndoci. A do të punësohen fermerët të kultivimi i kanabisit? Që në javët e para do të shikoni shumë shpejt ndoshta edhe grevuriet nga kafshët. Nëse ne nuk bëjmë kanabisin. Një dhi që përdor vetëm 1 kilogram kanabis në ditë, të freskët, të jeshilmi fjalë, jep më shumë se sa një dhi që han 25 kg jonç në 24 orë. Bravo! Pra, sa, më fal, një sekond, jam kurios, sa është diferenca në qumësht? Një dhi bën 2 litra qumësht duke ngrënë jonç. Me kanabis sa bën? Pan vetëm i kile. Pastaj tjetër e ka për sekse për jetë mundane. Do me thënë, ti propozon të argjejmë afërsisht 2.000 euro kanabis, që dhja të prodhoj më pak qumës se shpo bën? Po tjetë i lirë kanabis. Kusë kuptimi këtu? Ja, po nuk kushton 2.000 euro një kile kanabis qumës është i lirë. Në Greqi hajs kushton? Po Greqia nuk është shtet. Pse nuk me ndua të tashesim? Po Greqia nuk është shtet. Ferma është shtet. Është shtet ferma, jo Greqia. Pse nuk me ndua të tashesim? Po ajo mund tjetë, po dhe të shtojmë buxhetin. Të shtojmë dhejt. Shtojmë buxhetin. Po tjetër, ajo është e parë. Kush ka pyetje, lutem? Po, Big Mama. Një pyetje për të dy kandidatët. Çfarë do të bëni për rikthimin e diasporës në fermë? Po flet Federik? Jo, Frederiku s'po fliste. Më falinderuar. Apo i thea do të flasë si pare. Okej, mu duk shumë pyetja po flet. Ja, po flet i pale. Po s'donte, veç për atë donë. Absolutisht mendjes tonë rrinë gjithmonë të larguarit nga MMD-u i fermës. Dhe zemra jo zemrat e tyre dhe nuk e di sa të lumtur janë ata duke parë lumturinë tonë këtu kaq hipokrite. Dhe ne nuk mund të marrim asnjë lloj informacionit nga ata, vetëm këngët e tyre edhe deklaratat e tyre në këngë mund të na bëjnë të kuptojmë. Unë mendoj që rikthimi i tyre në fermë edhe sa do i shkurtër të jetë, prapë do na gëzoj lotët tona dhe Po, nëse për çdo 3 javë do të jetë buxheti jonë 100%, unë do eliminoj gjithë buxhetin vetëm për Nëse do jetë kush me buxhetin ton për 3 javë, të jemi pa buxhet, sakrifisoj gjithë buxhetin vetëm që t'i kthejmë ata që. Po çfarë do ani këtë timin? Jo, kemi lotin, kemi dhin, kemi gjitha bylmetin. Ne do pini vetëm ujë çfarë fjalë. I kemi gjithë funduar atje, që kemi si Doldenigën, Natyra, Laranxhata dhe Glina. E kuptoj, okay, në rregull. Ju jeni dakord për heqjen e buxhetit 100%? Ja, këtu bëj bën nesh pa dashje base se basa bëri zgjidhje më të tmerrshme në jetën e tij. Jo, nuk e kisha me basë. Edhe vetëm që shpëtonte kolektivin komplet, zgjodhi që shokun e tij të ngushtë ta flakte nga ferma. Edhe unë e di që dëshira e tij është e madhe që ta rikthej, më shumë se sa gjithë tjerë. Po, pyetje. Hoti Zoti Hoti më fal. Pyetje për Dreshaj. Pse mendoni me na limitu harmoninë muzikën vetëm Se mendoni me na? Me na limitu muzikën dhe harmoninë vetëm për ditën e njëjtë, kur mund ta bëjmë çdo ditë. Po nuk është që e kemi pas çdo ditë dhe gjatë gjithë. Jo, kënja, na del pyetjet sa i përket kitarës. Security. Sa i përket kitarës dhe qytelisë, padyshim që ato janë çdo ditë, kanë qenë edhe në mandatin tim. Por që unë kom mendu disa gjona muzikore që janë më madhore, jo të tjeshta si që kemi çdo ditë. Okej. DJ. Po, dhe ti do jesh aty si DJ. Po, Andrej? Pyetja për zotin Dreshe, për të dy, më falni, për të dy. Atëherë, pra,
në as tipik nuk e keni shkruar ose nuk e keni vendosur që luftojmë me 16 gush në kryezi për festën e kryes gjut. Pra, a do t'i ftoni domethënë të gjithë shqiptarët që të marrin pjesë në 16 gush në festën e kryes gjut? Unë e thash në fjalimin tim dje, aty, që kur e keni festën e saj. Riku! Ja thash. Kam unë një pyetje për të dy ju. Haj. Pse asnjëri nga ju nuk e vuri kështu në programin tuaj që ta bëni legjitime, do ta legjitimoni përfundimisht, nuk ta lini opsionale, që javë për javë të ketë një këngë për KKZLV-n. Për zhakun e për... Jo, krye komisioneren zgjedhore Luana Vjollca. Bravo! Se asnjëri nga ju të dy nuk e vuri si pikë ta legjitimon dhe këngën. Këndoni Luana Vjollca. Unë kom frikë gjithmonë se mos të ndodhë nga kënga jonë, zonë të bëjnë diçka kryevepër. Mos e këndoni këngë të dhimbshme, këndoni këngë të gëzuara. Po ne as më e Ne shohim kemi kriju edhe këngë për Luanën këtu. Kemi harruar. Na ka jep E cila më sjell dhe pyetja tjetër. Se asnjëri nga ju nuk vuri një program të bëni një fucking këngë për mua. Qa ju kam bërë unë? Unë jam dorezhin. Jem dorezhin? Ik. Albano është për mandatin e dytë Ka nga një për ty. debati nga natë e mirë, faleminderit. Ju urojmë shumë suksese. Mos u ndikoni, votoni për këtë doni, mos keni frikë, vota ju është e sigurt. Natë e mirë, faleminderit. S'kam vot, kështu që nuk votoj. Cigaria ime. Unë nuk votoj plus janë dalë. Ulemi dhe i qik, ulemi. Faleminderit, natë e mirë.